Të nderuar deputet, zonja zotri, gjendja në radio-televizionin e Kosovës është rezultat i klientelizmit dhe instrumentalizimit të transmetuesit publik dhe një marrëdhënie e tillë definohet me anë të tendencës për maksimalizim të përfitimit politik nga një parti politike, ajo në qeveri, PDK-s, dhe ekonomik, njëjtë të rretheve cilat janë afër kësaj partie dhe grupeve klanore dhe ekonomike dhe pjesëtarëve të tjerë. RTK-ja sot, apo që një kohë, përfaqëson interesat politike vetëm të qeverisë dhe atë vetëm një antari të qeverisë Partisë Demokratike të Kosovës. Do me thonë, RTK-ja është vegël në duart të një partie dhe mjet i propagandës qeveritare. Cenzura shihet edhe në vendimet arbitrare se çka mund të raportojnë korrespondentët e RTK-s, cilë ndodhet në shtetet kyçe perëndimore. Dhe kjo i hap disa pyetje. E para është se si munden gjithë korrespondentët në Bruksel, qoftë të mediave vendore apo ndërkombëtare, të raportojnë në një frymë për situatën dhe për marrëdhëniet BE Kosovë, e në RTK nuk ka vend për këtë lajm. Si është e mundur që raportet kritike nga Brukseli kur nuk gjejnë vend në radio-televizionin e Kosovës dhe vetëm në radio-televizionin e Kosovës? Si është e mundur që në Washington kemi thirrje të korrespondentit vetëm në kohë të krizave të mëdha të qeverisë dhe qeverisë dhe nuk ka konsistencë në raportimet qoftë të korrespondentëve nga Brukseli, qoftë nga Washingtoni, edhe për sfidat cilat e presin Kosovën, sfidat cilat raportohen nga çdo korrespondent tjetër. Kjo tregon se RTK-ja nuk është televizion publik, RTK-ja është televizion partijak dhe nuk i shërben interesit qytetarëve, sidomos në radhë me këtë aspektin cilin unë po e diskutoj, që ka të bëjë me korrespondentët e RTK-s jashtë Kosovës, që të informoj qytetarët e Kosovës, ashtu siç e don me ligj, për gjendjen tonë dhe për vështrimet cilat ndodhen në këto kryeqendra drejt Kosovës. Ju faleminderit shumë.